Pas së shtunës, në mëngjes herët, Maria Magdalena dhe Maria tjetër erdhën për të parë varrin. Pa pritur, ra një tërmet i fortë dhe një angjëll i Zotit zbriti nga qielli, rrokullisi gurin dhe u ul mbi të. Fytyra e angjëllit shndriste si vetëtima dhe rrobat i kishte të bardha si dëbora. Roja t'i zuri një frikë aq e madhe sa që u drodhën dhe mbetën si të vdekur. Angjëlli foli dhe u tha grave: "Mos kini frikë. E di se po kërkoni Jezuin të kryqëzuarin. Nuk është këtu, se ai u ngjall siç pati thënë. Ejani e shihni vendin ku që vën. Shkoni shpejt dhe u thoni dishepujve të tij se ai u ngjall prej të vdekurve dhe se do të shkojë përpara jush në Galile. Atje do ta shihni." Këto kisha për t'ju thënë. Ato u larguan me të shpejt nga varri dhe plot frikë e gëzim të madh vrapuan për të lajmëruar dishepujt. Dhe ja, Jezu ju doli përpara e u tha: "Ju përshëndes." Ato ju afruan, i rrokën këmbët dhe e adhuruan. Atëherë Jezu ju tha: "Mos kini frikë. Shkoni e u thoni vëllezërve të mi të shkojnë në Galile. Atje do të më shohin." Ndërsa gratë ishin në rrugës, disa roja shkuan në qytet dhe u treguan kryepriftërinjve gjithçka që kishte ndodhur. Kryepriftërinjtë dhe pleqt u mblodhën dhe pasi ranë në një mendje, u dhanë ushtarëve një shumë të madhe parash dhe u thanë: "Ju duhet të thoni se dishepujt e tij erdhën gjatë natës kur ju po flinit dhe e vodhën trupin e tij. Po ta marrë vesh qeveritari, do ta bindim ne dhe nuk do të lejojmë që ju të ndëshkoheni." Ata morën paratë dhe bën siç i mësuan. Kështu këto fjalë janë përhapur ndër judejnë deri në ditët e sotme. Të 11 dishepujt shkuan në Galile, në malin që u kishte thënë Jezui. Kur e pan Jezuin, e adhuruan, por disa prej tyre dyshuan. Jezui ju afrua dhe u tha: "Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. Prandaj shkoni e i bëni dishepuj të gjitha kombet dhe pagzojeni në emër të Atit, të Birit e të Shpirtit të Shenjtë. Mësojini të zbatojnë gjithë sa ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju të gjitha ditët deri në mbarim të botës."